fanoj në zemër. E fillojmë me një adet. Fillojmë me këtë, pastaj vazhdojmë me Habo s'u flet. Merdi karamele, o Fredi. Mbledhjen e grupit parlamentar, pari ndjes për vonesën, po për shkak të vonesës mbledhjes konferencës kryetarëve dhe një konferencë për shtyp të planifikuar në raport me kërkesën e grupit për shkarkimin e presidentit të Republikës, diktoi vonesën me disa minuta. Pa humbur kohë, ja kaloj fjalën kryetarit partisë dhe më pas diskutojmë mbi çështjet që kemi në rendite. Mirëdita. Sot e kam nis ditën me një mesazh mirënjohje të pakufishme ndaj jush, ndaj të mallit Zot, familjes, dashamirësve, miqve dhe të gjithë mbështetësve në këto 30 e 5 vite. Nuk kam fjalim, por unë e di se të gjithë ju këtu, këta gazetar, kameraman që na i kemi të pranishëm, dhe të gjithë ata që na ndjekin, e kanë një pyetje. E kanë. Cili është sekreti i këtij njeriu? Po Belind, pyesim. Cili është sekreti? Sepse unë sot shkruaj ta vjesht, por unë shkruaj edhe pranver aty, po e lash për modestit, ta quaj vjesht. Ta quaj vjeshtën time. Nuk kam sekret. Është një dhe vetëm një, puna dhe vetëm puna. Edhe një milion. Kështu që i rikthehemi tek agenda jonë. Para se të merremi me agendën konkrete dhe problemet tona, duhet përsëri të ndalem në dy momente shumë të rëndësishme ndërkombëtare. Fundin e javës që kaloi, bota përjetoi një nga ngjarjet më të jashtëzakonshme në historinë e saj. Pas një përpjekje të pa përshkruar, një marrëveshje paqe u firmos në Sharm el Sheikh dhe faza e parë e planit të paqes midis Izraelit dhe Hamasit
u zbatua dhe është në zbatim. Kjo marrëveshje nuk erdhi si një rasi, por si një përpjekje jashtëzakonshme që u bë në disa etapa me radhë nga presidenti Donald Trump dhe dërgurit e tij, por dhe vendet tjera, shtetet tjera. Marrëveshje që urojmë të shënoj një kthes dhe për cilën synon në interesin absolut më të mirë të gjitha vendeve të rajonit. Kjo marrëveshje është përkrahur gjërësisht siç e keni konstatuar në radhë parë nga shtetet arabe, shtetet më të mëdha, më të fuqishme arabe, pa rezerva dhe me shumë, është përkrahur nga një sëri shtetesh tjera të rajonit dhe më larg. Natyrisht është përkrahur dhe nga ne, në këtë pozicion që jemi. Në këtë marrëveshje, Izraeli dëshmoi vullnetin e tij për paqe. Në këtë marrëveshje, Hamasi bëri zotimet e tij dhe urojmë që t'i përmbush zotimet siç i ka marrë. Dhe thash dhe njerë që marrëveshja të shndrohet vërtet të konsolidohet marrëveshje paqe. Shumë momente kanë qenë të rëndësishme, por unë duhet ju garantoj ju se një nga momentet më kryesore ka qenë operacioni ajror i Shteteve të Bashkuara mbi Teheranin. Të dashur miq, nëse ka një ngjarje që ripërsërit historinë, kputjen e nyjes gordiane është sulmi ajror i Shteteve të Bashkuara i urdhëruar nga Donald Trump mbi Teheranin. Në ç'kuptim? kuptim? Aleksandrit të Madh në Gordion i thanë nuk kalon këtej pas zgjidhnyjen. Aleksandri mori nyjen litarët e lidhur, por poq nuk zgjidhej. Nxori shpatën dhe e preu, tha, një lloj është kjo. Ata nuk thanë dot jo. Nuk thanë dot që s'është një lloj. Edhe në Iran, pa diskutim, që reaktorët bërthamor të Iranit përbën një rrezik madhor për paqen, jo vetëm për Izraelin, por për paqen në linjën e mesme dhe për paqen më gjerë. Një regjim që udhëhiqet nga një udhëheqje obskurantiste e ajotullahëve. U zgjodh mënyra më unike për zgjidhjen e problemit. U bombarduan dhe u dëmtuan palësisht dhe shumë rënd të gjithë impjantet bërthamore, por pa asnjë të vrarë. Pa asnjë të vrarë. Faktikisht, Irani u çarmatos nga ai potencial që përpiqej të krijojë dhe që përbënte një rrezik madhor. Kjo ndërpreu luftën. Izrael-Iran.
dhe u mendoj se kjo hapi të gjithë perspektiven për të arritur këtu ku u arrit sot. Por ajo që spikat është një marrëveshje që ka përshëndetur pothuajse gjithë bota. Unë nuk kam numëruar të gjitha vendet, s'kam kontrolluar, por të gjitha vendet, e ka përshëndet edhe Vučići, e ka përshëndetur edhe ministri i jashtëm kinez me ato objeksionet e veta, por fazën e parë. Këte marrëveshje e kanë kaluar në heshtje varri Kim Jong-un i Koresë së Veriut, Irani i Ajetullahve dhe Tirana e narko e Ramaduros. Kur në parlament ish ministri jashtëm Tritan Shehu u ngrit me të drejtë përshëndeti dhe që, si që tham, atë do të bënte kryetari parlamentit, të hapte seancën me te, përgjigja e zëdhënësit e Edi Ramës, balës ishte se prit se presidenti nuk ka shkuar në Jeruzalem. Akoma. Tani, presidenti bëri udhëtimin epik të tij, se udhëtim epik ai mund të bëjë udhëtime shumë të tjera, po si ky udhëtim nuk do ketë të dytë, dhe këta heshtin në një akt jashtëzakonisht domethënës dhe absurd. As Plumbesha nuk thot një fjalë, as Harami i presidencës nuk shkruan një rjesht në Twitter, Edi Rama jo, çka flet për një qëndrim të qartë, identik me të Teheranit dhe të Koresë Veriut. Ndërkohë, Shqipëria është vend antar i NATO-s. Shqipëria është një vend me lidhje të forta miqësore me Izraelin, por e vërteta është dhe me Shtetin e Palestinës. Ne tani e njohën, por ne kemi pas të njohur. Ne nuk kemi ndërpre asnjëherë njohjen e Shtetit Palestinez. Dhe këtu ka patur gjithnjë ambasador të akredituar. Në vit të hapjes vendit kam pritur si Shimon Peres, ashtu dhe Yasser Arafat në Tiranë. Pra, ne kemi një veçantin marrëdhëniet me hebrejt, sepse është një trashëgimi e jashtëzakonshme ajo që na lanë parasit e virtutshëm gjatë luftës dytë botërore, në një kohë kur tjerët nuk e bën, shqiptarët e bën. Ajo është një gjë është një nga trashëgimit ose krahas tolerancë fetare, ajo është një nga trashëgimit më të shkëlqyera që kemi ne. Por ne kemi simpatit tona, kemi miqësinë tonë, edhe me kombin arab në tërësi dhe kombet arabe të themi, apo kombin palestinez në këtë rast, lidhjet tradicionale me këto vende,
Dhe se që ndodhi me telefonin e Tiranës, atë pse ky telefon të funksionoj me Teheranin dhe me Fenjanin, do të merret vesh në javë që vjen, por ky është një qëndrim i dënueshëm. Dhe unë dënoj absolutisht, thellësisht, qëndrimin që mbajnë ndaj një marrëveshje e cila të cilën e përshëndeten edhe ata që Donald Trump i ka cilësuar kundërshtar, dhe që janë faktuar fakt kundërshtarët e tij, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, vetë. Kurse Shqipëria Shqipëria, narkoshteti shqiptar, hesht si fije e barit. Edhe një herë, dhe shumë herë, duhet të urojmë Kosovën për zgjedhjet model që ka zhvilluar. Ndaj dhe në vlerësimin që bënte një institut shumë prestigjioz, qeverisja e Kosovë dilte 3 herë më afër qeverisjes demokratike europiane se sa Shqipëria. 3 herë më afër. Qeverisja e një vendi që ka 7-18 vite pavarësi, krahasuar me një vend që ka 100 sa vite pavarësi. Ishte tregues jashtëzakonisht domethënës. Qytetarët e Kosovës votuan të lirë. Zgjodhen kryetarët që deshën, pati komuna në cilë të fituan krejtësisht të pavarur, vetëm me emrin dhe personalitetin e tyre, në rivalitet me partitë e mëdha. Dhe gjithë çka u zhvillua në standardet e ligjit, e kundërta e asaj që ndodh me zgjedhjet në Shqipëri. E kundërta e asaj që ndodh me zgjedhjet në Shqipëri. Ku narkoshteti dikton çdo gjë, ku bën përpjekje titanike për të legjitimuar farsën elektorale, dhe që është përgjegjësia jonë më madhore për të ngritur dhe luftuar kundër saj. Kjo është mesazhi i Kosovës, është i kushtrim për ne. Është i kushtrim. Unë duhet t'i përgëzoj edhe një herë, me gjithë zemër, edhe në emër tuaj e në emër të gjithë atyre që përfaqësojnë, për këtë sukses i cili është i kushtrim për çdo shqiptar. Dje, qytetarët shqiptarë ndoqen punimet e komisioneve parlamentare ku raportuan
përfaqësues të narkoqeverisë dhe narkodrejtësisë. Njëherë unë duhet të falënderoj të gjithë deputetët për angazhimin e tyre, civilitetin që dëshmojnë, angazhimin në debat, në pyetje, siç ishte rregulloria, dhe autopsin që i bën jo vetëm institucioneve të dështuara, plotësisht të dështuara të reformës së drejtësisë të narkoshtetit, por dhe përfaqësuesve të qeverisë në ato komisione. Ishte një përfaqësim mjeran. Ju e patë se si me katartë, që të gjithë të implikuar në afera të ndryshme qëndronin si mjeran para kujt? Para drejtuesve të organeve të drejtësisë, të cilat faktikisht janë dëshmuar armike të egra të pluralizmit në Shqipëri. Janë dëshmuar institucionet më të korruptuara në Shqipëri dhe në Europë. Janë dëshmuar bashkëpunëtore në krime. Flasë për përfaqësuesit, se unë e di që aty ka burra, gra, vajza, djem të ndershëm, punëtorë që përpiqen, por nuk ja dalin. Nuk ja dalin dot. Si mund t'ja dalin? A e ndëgjuat ju? Këtej flitej për gjykasin e ekzekutuar, përfaqësuesi i qeverisë gjykatësve fliste për t'jatin në aksident. A e kuptoni domosdoshmë atë? I pat vetë, i ndëgjuat vetë, i ndëgjuan shqiptarët. E pan Uluziun dhe Fatmir Gjafën se cilin më të zilë se shoku. Vasal pa dignitet. Po pse? Se Uluziu ka dosje. E ka dosje në kaq. Tek kush? Tek Troplini, tek Altin Troplini. Po, dhe ka jo një, po e ka për disa çështje. Absolutisht. Jo vetëm për tokën që keni dëgjuar atje, jo, për prona tjera. Uluziu, edhe pranaj bënde i kërcende, sa herë ja hidhte sytë ky, unë studioja gjuhën e trupit. Ati i kërcende trupi. Turpi. Fatmiri, bënde sikur po nervozohet me Uluziun, jo ma jo. Kishte halë se Fatziu ka blokuar ligjin antimafje. Sa ai Altin Troplini rahu gjoksin se ka sekuestrua po konfiskue 60 milion euro
Po që janë 60 milion euro? 60 milion euro është hoteli i Redimols. Është hoteli Redimols 60 milion. Gjerë tani, se është i planifikuar për 100. Edhe pas ka bërë shumë, atë se ka konfiskuar, jo. Hoteli se ka konfiskuar. Për kundër asi, Redimollën liroj. E liroj, pse e liroj? Ja u themun ju. E thot populli, ku është me zërë, së është pa gjë. E thanë që në fillim që hoteli, thanë pra të tivarin është e mërkot aty. Hoteli thanë është i Olsit, jo nuk është, nuk qenë ka i Olsit. Redimolla rezulton si qenë ka djali Teta Olgës. Teta Olga Klevis, një teto shumë e dashur për Linda Ramen. Po, tani, për ma hollësisht, duhet me pa gjendjen, po kjo është e vërteta. Kjo, dole ai u lirue. Ja pra, ku ka zës është pa gja, gjinë. E thot, është mençuria e popullit këtë që e thot. Pra ja, edhe kam sekustruar 60 milion. Qa ke sekustruar Timur? Po 60 milion i ka vetëm familja Xhafa, që si ke prek 100 dark. Rritë aty si sklav. Edhe, bandes, s'kishtë ajo ishte një skenë ku janë, të dashur qytetarë, ku janë 1 miliard euro të humua taksa tuaja, dhe cilat janë ky 1 miliard? 630 milion euro janë borgji që çezi kompania çeke ju kishte shqiptarve, me fatura të vërtetuara nga kompaninë ndërkombëtare Auditi, me fatura. 630 milion, nuk po merrem me dosje tjera të cilat shkojnë në 3 miliard, po unë po injoroj ato, po injoroj se çfarë ishin detyrimet me fatura, borxhet me fatura të çezit nga institucioneve shqiptare. Dhe dokumentin që një nga kryearbitrat më të famshëm të Europës i dërgon të Edi Rams, Zoti Kryeministër, mos bëjmë marrëveshje sepse Shqipëria ka të gjitha të drejtat mbi këtë dosje. Për të fituar, jo vetëm që humbëm 630 milion euro, po Edi Rama mori nga buxheti i shtetit dhe 100 milion euro. Dhe ka paturpsi dhe ullet aty para shqiptarëve në ekranaj. Kujt i flisë taj? Si mund të flasin ata ashtu më të tapë? Po 200 milion euro të djeksave. Me ke do t'i kaloj, me Arben Ahmetaj, që i kundërshtoj 5 herë. Dhe që lëshoj urdhër arresti për fatura hoteli të cilat i mori nga familja Rama kërë shpifsi medjave. I fakturë shpi, po i mbrojtur nga Dumani. I fakturë si shpifs nga Troplini. Kujti, çfarë detyre ka kryer ky? Më thoni mua pak. Pa bënja, a shkojnë 800 milion këto? Po tuneli Llogara, sa shkon? I faktuar 50 milion vjedhje. Po që kapi i vampirës së shtetit shqiptarve, Vilma Nushit.
që është gruaja kushërit ti, sa shkon? Pra, ku janë këto? Se dilte aty, me papërgjegjshmëri të plot. Kemi ne jemi opozit. A nuk është ky? Më fani, E kanë rrëthua dhe e kanë rrafë edhe kanë bërë shumë gabim. E tha vetë. E rrëthoj shteti atë. S'kemi bërë protesta ne, kur? Edhe mund bëhen, opozita mund bëjë protesta, po jo, unë nuk jam për protesta. Pse unë nuk jam për protesta? Duhet jam i hapur me ju. Shiko, problemi i drejtësisë është ky. Që kur është kriju shteti, ata që besojnë se duhet ketë shtet, një pushteti këti sistemi i jipet pushtet për ta ushtruar. Nuk është i zgjedhur, por është në ujdin për ekzistencën e shtetit, që ka ligjet që duhet ketë dhe sistemin e mbikëqyrjes. Bëjnë gabime, bëjnë çdo gjë, bëjnë dhe gjitha. Po, varianti pa drejtësi është parashtetror. Se opozita ka të drejtë të protestojë. Jo, as kemi protestuar dhe as do protestojnë. Kam bërë konferenca shtypi aty vetëm për të thënë të vërtetat shqiptarëve. Dëshishtruar në drum. E tha vetë dje. Dhe shërbëtori tyre. Po kujt i thot? Me se justifikon ai na thot pak dosjen 330 që ka dërguar këtu ka dosjen 339 dhe 134. Si mund të atë në dosje botërore? Atë në dosje botërore. A ka krim më të shëmtuar se ky të mbyllish ato dosje? Unë u them qytetarëve shqiptarë se njeriu që për një arsye apo për një tjetër po thuaj çdo ditë merret me bandat, me kartelet, me këto, me ato, asnjëra prej tyre nuk ju ka vjedh ju 1 miliard euro. Jo, nuk ju ka vjedh ju. Mund të kenë vjedh, as nuk kanë vjedh as një të pestën e këtyre që kanë vjedh këta. Këta me kullaro, me këshu, me këta zotrit. Ja ku janë. Ja ku janë 1 miliard euro. Ku janë? As një përgjegjës. Arben Ahmetaj, që ka kundërshtuar 5 herë djegësin e Tiranës. I pavarur kë. Ti e një armik i egër i pluralizmit politik në Shqipëri. Je një bastard, një arnit qelë në lojnë të ndam, të apo jo. Prisni 1 minutë. Kemi arrestua, apo kemi bërë 35 zyrtarë. Nalën pak. 3 liderët e partive kryesore opozitare. 3 liderët. As një zyrtar të partisë krimit. Erion Velin e arrestoi Edi Rama. E arrestuat për llogaritë e Edi Ramës. Atë e ka marrë vesh tani çdo njeri. Dhe kanë turp të dalin, flasin sikur, megjithëse djera ishte shpesh herë, disa herë u bë gati të tikte Klevi se vura re unë, që ai po bëj gati të largohej se nuk e përballoj dot të vërtetat e vërborin. Po sigurisht, por zotri, se po të vish si armik i atij sistemi për cilën kanë vdek shqiptarët, kanë sakrifikuar dhe vdek shqiptarët, i lirive të tyre të vocë,
A e dini ju sa pa di janë bërë sa kemi gjuar në skap? Mbi 100, vetëm për zgjedhjet. Ky ignorant, i turpshëm, po të lexoj raportin, çfarë thot raporti ndërkombëtar që me të parin? U përdorën, thot, resurset shtetërore në kundërshtim me ligjin për votat. S'ka rëndësi kjo, se partia ti, sipas tij, ka drejt të bëjë të gjitha këto. Sepse vetë është i marrur peng. Vetë është i marrur peng. Dhe anë kohët se është quajtur kryetari një organizate kriminale. Mos të quaja kurrun të tillë. Po të mos kisha këtu unë dokumentat që faktojnë se Taulant Balla ka porosit vrasja dhe janë djeg dokumentat, janë eliminu dokumentat. Nuk e thoja kur këte, po të mos kisha këtu dokumenta zyrtare që faktojnë se Taulant Balla ka arrestuar bandën kundërshtare, edhe tani ajo po ndodh. Këto arrestime që ishin po i porosisin bandat për njëra tjetër, mos kujtoni se është ndryshe. Jo, se ata kanë një bandat, njëra band ka drejtorin e përgjithshëm policisë, banda tjetër ka tjetër e me radhë, dhe kështu që tani po përleshën bandat, duke kjo është e gjithë skenari. Pra, arreston bandën për të marrë votat, dhe jo për të bërë rendin. Dhe ky ka dosje. Ky ka dosje Vatstakën. E dini që është Vatstaka? Është një prokuror hajdut, që ka fshet gjysmën e pasurisë. Dhe ja kanë kaluar Taulant Balla me kompani vetimun. Hajde ti marrim dosje, ja kam unë dosjen. Po pse? Sepse i thoshte Sueli këtij Taulanti, shko mi nxirr ata dy vrasit, terroristat ata, të fusish tritol në nshal për të vrarë njëri me bicikletë që kalon nëpër njerëz, do thotë ti merr parasysh të vriten fëmijë, gra, kurdo që tjetë. Ky është akt terrorist. Dhe Vatstaka, ky troplini që i mandosin aty, Vatstaka shkoi dhe i liroi ata. I ka të gjitha ndosje. Po çfarë vjen keq? Ti je një kriminal, jo kryetari një bande kriminale, po ti je një kriminal edhe për këtë do përgjigjesh absolutisht, apo jo. Unë nuk duhet të them kur se spaku i tërë është, po aty them këte, aty janë 5-6 vetë të lidhur me krimin dhe ky në radhë parë, se ky flen mbi dosje. Ky ka dosje. Eriona Daupaj ish agentje e BKH-s, e regjistruar me të gjitha, përmend prokurorët e tij, që kërkojnë jo nuk i dom 30.000, dom 70.000. Dëshmon Taulant Balla se do t'ja marrë atyre ato makina se çfarë ishin, t'i marrin polici, t'i nxjerrin jashtë afati. E çfarë do të themi ty mor? Je varianti më i shëmtuar. Ti ke një vend, dhe ai vend është aty ku e kanë ata të cilët flen mbi dosjet e krimit. Prandaj vrapoje ti për të ndryshuar kushtetutën, se të vazhdoj me mandatin. Se këta dalin sikur kështu. Megjithatë unë ju përgëzoj se ai thash dje u bë gati disa herë tikte nga salla. Të thota janë këta apo s'janë. Kaq. Të dalë t'i hedh poshtë. E kam, si thoshte, është në hetim. Qa hetim, mor? Po ti je njëri më i papërgjegjshëm. Skandali me Gonigal 4 ditë botë, skandal botëror, mor zotëri. E para njëherë, kryeministri një vend një antar të NATO-s, rekruton, se po e korruptove, ke rekrutu, i kua e punë. Korrupton, shefi
shefin më të rëndësishëm të kundër zbulimit të vendit kryesor të udhëheqës të NATO-s. Po kjo do jetë mjafton për ty. Kjo do jetë mjafton, ti ke shkel siguri, ke bërë çdo gjë. E dyta, i çon nga zyra e tij 250.000 euro. E treta, Zoti Bardhi ka dorëzuar dosjen. Asgjë, ja, hetim para prak 3 vite me radhë. E kuptoni ju? Po pse 3 vite kujtoni se bën dosja për ta nga Washingtoni, nga gjykata e Washingtonit në Shqipëri? Kujt ja thot ai? Dhe padisë së dytë që i bëri Adriana Kalaja, shtesë pa dije, nuk i përgjigjet. Nuk i përgjigjet. Pra çfarë mund të bëjë ky njeri me ligjin dhe institucionin e akuzës më shumë se kaq? A mund të bëjë kush më shumë se kaq? Më thoni. Rrinte aty dhe Ulusiu. Ulusiu të pakten me 3 dosje. Se përveç saj, Ulusiu është i regjistruar. Tjetri nga Londra i thot, më duhet dhe i çantë Louis Vuitton, pasi i ka marrë 500.000 euro. Po të hyrin aty, 4 tjerë, që kanë nxjerrë në prit, dhe është vrat tjetër nga prita. Po, unë, më shumë se unë, nuk i ka demasku kush me emra, po absolutisht nuk jam për vrasje. E kemi heqë dënim me vdekjen. Unë jam për ligjin, jo për vrasje. Jo, unë jam për ligjin edhe jam shumë jam i bindur që është veprimi drejt heqja dënimit. Kurse këta taktikën thanë kokat njëri tjetrit. Dhe ky nuk i heton mbi bazë të kësaj taktike. Ja ta pyesun këtu para jush. Kush e nxori në prit Bardok Planen? Sali Berisha ka denoncuar atë ndjesë se është i djerë tani, më shumë se kushdo tjetër. Po jo, nuk mund të jetë ligji dhe drejtësia të hanë kokat e njëri tjetrit. Cili do që është implikuar, do të marrë dënimin. A ky hiqet aty. Sigurisht, për të fituar zgjedhjet partia e tij do të arrestonte liderët e partive kryesore, do të mirte mandatin atij tjetrit në kandidatin. Kush i bëri këto? Ky i bëri. Ky i bëri, kush i bëri? Ti pyes ata që si u zgjodh ky? Kush e zgjodhi këtë? Edi Rama me Yuri Kim, që bënte moral për korrupsion ajo. Dhe doli se ishe tigri i tretë. Po, ky do të ketë, këta s'kan vetdije. Këta janë qenje të transformuara, s'janë as qenje shoqërore. Edhe të rrinë aty se kjo s'me lejon hetimi, këtë s'me lejon, që s'lejon hetimi e ty mërë? Ti ke hetimin privat, ti ke shru hetimin në institucion privat, po e për Edi Ramën. Ja ku ke, e qonë pëse se një drejtor i sjellësi u pushua për vjedhje. Edhe kjo është në gjykata një Barë Spahia. Kurse kryetari aktuali bashkisë që është kap me gjitha antë, ai vazhdon detyrën. Shua për jo. Ndaj dhe sa më shumë të ndalesh mbi ta, këta e një puset e zezë, çmimin e të mërshëm të cilve e paguan qytetari shqiptar. 1 miliard euro fatura. Nuk po flasë për tjera. Fatura. 630 milion qezi. 200 milion janë këto
200 milion janë djegsat. Asnjë s'punon. Shkuan 830 milion. 50 milion tuneli Llogaras. Dhe këtën pjesërisht një pjesë, po t'i llogarish merë, po. Check-upi i Vil Manushit. 200-300 milion, sa është? S'po marrim, nuk po marrim qindra milion të tjera në tendera. Po i lam ato. Po këto që janë me fatura, këto janë fatura. Ajo ka regjistrue, sikur ka kryer check-upin, në një vit, rreth 500.000 shqiptarë. Regjistri i saj është regjistri i Gogolit, i Nikola Gogolit. Është regjistri i Qiqikovit. Shqiptarët paguajnë. I ka të gjitha aty, i ka këtë të gjitha aty. Dhe, po sigurisht, për një vit e lanë pa kryetar BKH-n. Dhe fillojnë. Po si, këte kanë bërë modë këte morë. Ta rjepin. Ka ndodhë qa sistemi, të gjithë gjykatat me nën kryetar, prokurit me nën kryetar, dole dhe BKH-ja me nën kryetar tani jam të opet. Edhe ka detyra. Po sigurisht që detyra, në gjdo, s'ka nevoj ta ketë. A i vutre ju ata. Asnjë prej tyre s'kishte rregullore funksionimit të institucionit. Katastrofë. Fliste ai, si e ka emrin që krahason të vrasjen e gjykatësit me aksidentin e teatrit ti, po, s'kemi rregullore, s'ka rregullore. Po, kush ka për më bërë rregullore, mor? Po, si mund të funksionosh pa rregullore njëra, më? Po, e di pse s'ka rregullore? Se duhen të shkelin ligjet. Se nuk duhen të zbatojnë ligjin, se rregulloria bëhet në përputhje me ligjin. Në qoftë se nuk e ke përputh me ligjin, rregulloria shkon në gjykat. Ai që e pëson, ajo shkon në gjykat administrative, shkon në gjykat kushtetuese etj. Me radhë. Po si mund të jetë institucioni pa rregullore? Asnjë shoqat nuk është pa rregullore. Imagjinoni o miq, institucionet e reformës George Sorosit, pa rregullore. Pa rregullore do thot në vullnet e ligë të njerit apo tjetrit, pa standarde. Pra unë them se ishte një ditë të paktën transparente për qytetarë shqiptarë, morën vesh se çmall kanë. Institucione pa rregullore. Po s'ke rregullore ti se, po t'ke rregullore ti troplin, nuk mund të ambash në xhep mandatin e Elvis Doçit. Nga data 26 në data 22. Se rregulloria thot, momentin kur gjykata e firmos, ke për detyrë 1, 2, 3, po ati i pëlqen xhepi. U shëdi sa e pagohu troplini, po emrin ja morja ma. U bë dhe ky troplin me atras, themi atë qefse, i dhe këti si. Qiqi nga 251 mandate, ta dini ju. Bosta ashti, se mos kemi këtu, shko, qa ndodhë këtu? Është një dramë shumë e madhe. Të mërësisht, këtu kapen degët, nuk kapot vazhdojnë drejtimin e organizatave, po nuk i shtype kokën drejtuesve, organizata nuk shkatrohet. Për kundrazi, se për ushtarat a i gjenë kollaj, i zëvendësojnë. Drejtuesit janë arkitektet që kanë ndërtuar organizatën. Ku janë ata? Janë të gjithë në lirim. Dhe në një që është kapur fal Interpolit italian, Interpolit belg, Interpolit... A ju kujtohet ju ky? Prisin. Mbi 1 miliard vjedhja e Amand Josifit.
Kush është Aman Josifi? Aman Josifi është djali i kësaj të famshme së shërbimit civil, apo e këm gabim? Po, djali saj. Një me Olsi Ramën. Eri dosja, jo, tha, nuk e hetojmë, ne, tha, ka ndodhur tjetër kun. Ju kujtohet ju kjo? A iku. E arrestoi Spanja, u arrestua prokurorit Spanjës në Emiratet Bashkuar Arabe. Nuk mund të arrestoi prokurorit Shqipërisë. Se na dilte Olsi. Absolutisht për asnjë arsye tjetër. A ka ligje ky vend? A ka ligje ky vend? Tani marr vesh sot se këtu të gjitha gjërat janë. Të gjitha vakit ndodhin. Bayram Bega, presidenti, i betuar, shkon punon në klinik sektor privat, që ai ka qenë një mediokritet profesional. Se t'ishte në një tritan. Çfarë profesioni ka ai? Urdo? Gastroenterolog. Ky shkon tani në klinik private. Dhe po t'i thoni e bëj vullnetarisht, thot, absolutisht vetëm me lek. Po ky I ka deklaruar në deklaratën në vitin 2023-2024. Haxhi Badej. I ka deklaruar. Po. Urdhoni, miq. Urdhoni. Dhe ne kërkojmë, dhe ne kërkojmë që ai Rusmajli ti nuk mund të jetë në kas, nuk mund të paguhet në kas, sepse nuk e lejon ligji. Po urdhoni. Urdhoni. Shteti, një gazetar kishte shkruar bukur një ditë, shteti i rrumit, jo marja, është më keq se rrumi, jam thonë. E ka thënë Nikola Gratieri, e ka thënë pa vdekshme atë. Nuk është narkoshtet, është më keq se narkoshteta. Urdhon. Presidenti shkon bën para ndodh në botë kjo? Faleminderit. Përpara se të largohen mediat, meqense shumë nga gazetarët më kanë kërkuar një koment mbi një njoftim të rrem të lëshuar nga kryetari i Kuvendit lidhur me mbledhjen e sotme të konferencës kryetarëve, dua të sqaroj, fatmirësisht konferenca është me audio edhe proces verbalet publikohen, që nuk ka patur asnjë dakordsi nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike mbi dy projekt vendimet e propozuara nga grupi parlamentar i PS-s, konkretisht për ngritjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe ngritjen e Komisionit të Reformës Administrative Territoriale. Në vijim qëndrimit që grupi parlamentar i PD-s ka miratuar në mbledhjen e datës 8 tetor, kemi paraqitur 3 shqetësime, kërkesa në raport me të dyja projekt vendimet. Së pari të garantimit barazisë reale mes pozitës dhe opozitës dhe konsensusit në vendimarrje në këto komisione, së dyti ftesën dhe angazhimin respektivisht të ekspertëve të OSBE-ODIR-it, të Këshillit e Europës dhe të Komisionit Venecias në të dyja komisionet, dhe së treti që për fillimin e punës për reformën zgjedhore do duhet pritet edhe raporti i fundit që pritet bëhet publik brenda pak ditëve i OSBE-ODIR-it në lidhje me zgjedhjet e 11 majit. Konkretisht, kemi kërkuar ndryshimin e pikës 3 në projekt vendimin për reformën zgjedhore, që kërkon të imponoj opozitës partinë e Tom Ndoshit si parti e opozitës. Ndërsa grupi parlamentar i PS-s e ka të specifikuar që ka 8 antar në Komisionin e Reformës Zgjedhore, formulimi vijues është 8 përfaqësues, pra 8 përfaqësues të Partisë Socialiste dhe 8 përfaqësues nga partitë e tjera parlamentare.
Dhe ndërsa nga njëra anë bëjnë se kur japin barazin në komision mes mazhorancës dhe opozitës, nga ana tjetër na diktojnë dhe se kush është opozita. Dhe kemi kërkuar, sipas standardeve të traditës parlamentare, të ruhet formati i formulimit që ka patur çdo komision i reformës zgjedhore, ku përcaktohen përfaqësues të grupeve parlamentare. Pra 8 përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, 6 përfaqësues të grupit parlamentar të PD-s, 1 përfaqësues i grupit parlamentar Aleanca për Ndryshim dhe 1 përfaqësues i grupit parlamentar të Partisë së Lirisë. Sa i takon reformës territoriale, propozimi ka qenë që mazhoranca të ketë shumicën, pra komisionit përbëhet nga 17 antar i ndarë 9 me 8, kërkesa jonë ka qenë barazi, ruajtja e traditës parlamentare, që është konsoliduar me vendimin numër 1 të vitit 2014, kur është ngritur Komisioni i Reformës Territoriale në vitin 2014, dhe me vendimin numër 13 të vitit 2022, kur është ngritur përsëri Komision për Reformën Territoriale, që ka patur garantuar barazin mes mazhorancës dhe opozitës, pra 8 antar mazhoranca dhe 8 antar opozita, dhe njëkohësisht ka patur 2 bashkëkryetar me të drejtën e vetos, një nga Partia Demokratike dhe një nga Partia Socialiste. Përpasoj kemi kërkuar të ndryshohet pika 3, 10 dhe 11 e projekt vendimit. Dhe diskutimi është trajtuar në parim, nuk ka patur asnjë votim, sepse kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste kërkoi kohë deri nesër që të ketë mundësi të mbledh grupin e vet parlamentar mbi këto 3 kërkesa që paraqiti grupi jon në mbledhjet konferencës së kryetarëve. Prandaj dua të dënoj në emër të grupit parlamentar të PD-s mashtrimin publik që ka shpërndar si njoftim të kuvendit, kryetari i kuvendit, sikur me dakordsi janë miratuar të dyja këto projekt vendime, lajm i cili është marrë i pa verifikuar nga media dhe është bërë fakt i kryer. Nuk ka patur asnjë dakordsi, kemi paraqitur këto 3 kërkesa, grupi parlamentar i PS-s ka marrë kohë për të menduar deri ditën e nesërme dhe për të bërë konsultimin përkatës në grupin e vet parlamentar. Shumë faleminderit gjithëve, vazhdojmë mbledhjen me dyer të mbyllura.